Këto 7 shenja në trup tregojnë se keni diabet dhe nuk e dini. Do ta ndaj në mënyrë të strukturuar, me shpjegime të detajuara për secilën shenjë, arsyet mjekësore dhe këshilla praktike. Këto 7 shenja në trup tregojnë se keni diabet dhe nuk e dini. Diabeti është një nga sëmundjet kronike më të përhapura në botë dhe shpesh diagnostikohet vonë, sepse shenjat e hershme mund të jenë të lehta për t'u vënë re. Njohja e këtyre sinjaleve nga trupi juaj mund të bëjë diferencën mes një trajtimi të hershëm dhe komplikimeve serioze në të ardhmen. Në këtë artikull do të flasim për 7 shenja që mund të tregojnë praninë e diabetit dhe pse ato ndodhin. 1. Lodhje e vazhdueshme. Një nga shenjat më të zakonshme të diabetit është lodhja konstante, edhe kur nuk keni bërë aktivitet fizik të rënd. Arsyeja është e thjeshtë. Kur niveli i sheqerit në gjak është i lartë, trupi nuk mund të përdor glukozën në mënyrë efikase për energji. Kjo çon në ndjenja të lodhjes dhe dobësisë së përgjithshme. Simptoma të lidhura. Dëshira për të fjetur pas vakteve. Dobësi muskulore. Vështirësi për të përqendruar mendjen. Këshilla. Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhur, pavarësisht gjumit dhe ushqimit të rregullt, bëni një test të sheqerit në gjak për të parë nëse keni diabet. 2. Etje e tepruar dhe urinimi i shpeshtë. Kur sheqeri në gjak është i lartë, veshkat përpiqen ta filtrojnë atë dhe të heqin sheqerin e tepërt nga trupi përmes urinës. Kjo shkakton urinim të shpeshtë dhe si pasojë trupi humb më shumë ujë, duke shkaktuar etje të madhe. Simptoma të zakonshme. Nevoja për të shkuar shpesh në tualet, edhe natën. Tharje e gojës. Lëkurë e thatë. Këshilla. Etja e vazhdueshme dhe urinimi i shpeshtë janë shenja klasike të diabetit tip 2 dhe nuk duhet injoroni. Hidratimi i mirë dhe testet e rregullta mund të ndihmojnë në diagnostikimin e hershëm. 3. Humbje ose shtim i papritur i peshës. Shumë njerëz mendojnë se diabeti gjithmonë lidhet me shtim peshe, por humbja e pashpjegueshme e peshës është gjithashtu një shenjë e diabetit. Kur trupi nuk përdor glukozën si duhet, ai fillon të djegë yndyrën dhe muskujt për energji, duke shkaktuar humbje peshe të papritur. Nga ana tjetër, disa pacientë mund të shtojnë peshë për shkak të rezistencës ndaj insulinës, që bën që trupi të ruajë më shumë yndyrë. Këshilla. Çdo ndryshim i papritur i peshës duhet të diskutohet me mjekun, veçanërisht kur shoqërohet me simptoma të tjera të diabetit. 4. Shikimi turbullt. Nivelet e larta të sheqerit në gjak ndikojnë edhe në sytë tuaj. Glukoza e tepërt tërheq ujë nga lente e syrit, duke ndryshuar formën e saj dhe duke shkaktuar shikim të turbullt ose probleme me fokusin. Simptoma të zakonshme. Pamje e paqartë pas vakteve me ushqim të sheqerosur. Vështirësi në lexim ose shikim të objekteve nga larg. Ndryshime të shpeshta në vizion. Këshilla. Shikimi i turbullt që vjen papritur mund të jetë një sinjal i hershëm i diabetit, dhe kontrollet tek okulisti janë të rekomanduara. 5. Infeksionet të shpeshta. Diabeti dobëson sistemin imunitar, duke e bërë trupin më të ndjeshëm ndaj infeksioneve. Infeksionet më të zakonshme përfshin infeksionet e lëkurës, skuqje, puçra, thonjë të infektuar, infeksionet e traktit urinar, infeksionet mykotike, kandidia. Këshilla. Nëse infeksionet përsëriten shpesh, kjo mund të jetë një shenjë e hershme e diabetit. Trajtimi dhe monitorimi i sheqerit në gjak janë të domosdoshme. 6. Ndjenja e empirjes ose shtrëngimi në duar dhe këmbë. Një tjetër shenjë e diabetit është neuropatia diabetike, e cila ndodh kur nivelet e larta të sheqerit dëmtojnë nervat periferik. Simptoma mund të përfshin empirje ose shtrëngim në duar dhe këmbë, djegje ose ndjesi shpimi gjilpërash, humbje e ndjeshmërisë ndaj temperaturës ose dhimbjes. Këshilla. Neuropatia është një komplikim serioz i diabetit, por diagnostikimi i hershëm mund të ndihmojë në menaxhimin e simptomave dhe parandalimin e dëmtimeve të rënda. 7. Plagë që shërohen ngadalë. Një tjetër shenjë që nuk duhet injoroni është shërimi ngadalt i plagëve. Nivelet e larta të sheqerit pengojnë qarkullimin e gjakut dhe funksionin e imunitetit, duke bërë që plagët, prerjet ose gërvishtjet të marrin më shumë kohë për të shëruar. Këshilla. Plagët që nuk shërohen brenda disa ditësh janë një sinjal që duhet të kontrolloni sheqerin në gjak dhe të konsultoheni me mjekun. Shpjegime më të detajuara mjekësore për secilën shenjë. Statistika dhe të dhëna shkencore. Këshilla praktike për parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm. Ushqime dhe zakone që ndihmojnë në menaxhimin e diabetit.
Tani do të zhytemi më thellë në arsyet mjekësore pas këtyre simptomave, si dhe si të veprojmë në mënyrë të drejtë për t'i parandaluar komplikimet. 1. Lodhja e vazhdueshme, pse ndodh dhe si ta menaxhojmë. Lodhja që ndodh tek diabeti nuk është thjesht pasojë e mungesës së energjisë, por një fenomen i ndërlikuar i metabolizmit të glukozës. Kur niveli i sheqerit në gjak është i lartë, glukoza nuk futet lehtësisht në qelizat për të përdorur si energji. Trupi përpiqet të përdorë yndyrën dhe proteinat si burim energjie, por kjo gjeneron molekula më pak efikase për energjinë e nevojshme, duke shkaktuar lodhje kronike. Këshilla praktike. Përdorimi i ushqimeve të pasura me fibra dhe proteina për stabilizimin e sheqerit në gjak. Aktiviteti fizik i lehtë, ecje 20-30 minuta për të rritur qarkullimin e gjakut dhe energjinë. Kontrolli i rregullt i niveleve të sheqerit dhe monitorimi i simptomave të lodhjes. Shënim. Lodhja e vazhdueshme mund të shoqërohet edhe me mungesë hekuri ose probleme të tiroides. Prandaj një kontroll i plot mjekësor është gjithmonë i nevojshëm. 2. Etja dhe urinimi i shpeshtë, mekanizmi mjekësor. Kur diabeti nuk menaxhohet mirë, glukoza e tepërt që qarkullon në gjak filtron nëpër veshka dhe shkakton diurezë osmotike. Kjo do të thotë që trupi humbet më shumë ujë për të eliminuar sheqerin e tepërt. Si pasojë ndodh etje e madhe dhe urinimi i shpeshtë, që shpesh ndodh edhe natën, një fenomen i quajtur nocturia. Këshilla praktike. Përdorimi i ujit natyral për hidratim të vazhdueshëm, por jo pije të gazuara ose të ëmbëlsuara. Testimi i glukozës në gjak për të përcaktuar nëse niveli i sheqerit është i lartë. Kontrolli i presionit të gjakut, pasi diabeti shpesh shoqërohet me hipertension. Për kujdesje shtesë. Simptoma e etjes së tepruar mund të shfaqet edhe tek sëmundje të tjera, si diabeti insipid ose problemet me veshkat. Prandaj diagnostikimi duhet të jetë i plot. 3. Humbja ose shtimi i papritur i peshës. Ndryshimet e peshës janë tregues të drejtpërdrejtë të metabolizmit të çrregulluar. Në diabetin tip 1, trupi nuk prodhon insulin ose prodhon shumë pak, dhe qelizat nuk marrin glukozën, duke shkaktuar humbje të pashpjegueshme të peshës. Në diabetin tip 2, rezistenca ndaj insulinës bën që glukoza të grumbullohet në gjak, dhe trupi përpiqet të kompensojë duke prodhuar më shumë insulin, që shpesh sjell shtim të pashpjegueshëm të peshës, sidomos në zonën e barkut. Këshilla praktike. Mbajtja e një regjimi të rregullt ushqimor me pak sheqer të rafinuar. Aktivitet fizik i moderuar për të stabilizuar peshën dhe ndihmuar përdorimin e glukozës nga qelizat. Monitorimi i rregullt i peshës dhe glukozës në gjak. Shënim. Çdo ndryshim i papritur i peshës nuk duhet injoruar, sepse mund të jetë shenjë diabetit ose problemeve të tjera metabolike. 4. Shikimi turbullt, si lidhet me diabetin. Glukoza e tepërt në gjak ndryshon balancën e ujit në lente të syrit, duke shkaktuar turbullim të shikimit dhe probleme me fokusin. Tek diabeti afatgjat, kjo mund të çojë në retinopati diabetike, një nga komplikacionet më serioze që mund të shkaktojë verbëri. Këshilla praktike. Kontroll oftalmologjik të paktën një herë në vit për personat me diabet. Monitorimi i niveleve të sheqerit për të parandaluar dëmtimin e syrit. Kujdes me dietën dhe konsumimin e antioksidantëve që mbrojnë shikimin. Shënim. Ndryshimet e shpeshta në shikim mund të jenë edhe rezultati presionit të lartë të gjakut ose problemeve me thjerrzat, por diabeti është një shkak shumë i zakonshëm. 5. Infeksionet e shpeshta, dobësimi i sistemit imunitar. Glukoza e tepërt është një ushqim për baktere dhe mykun, dhe ndërkohë që trupi përpiqet të luftojë këto infeksione, imuniteti dobësohet. Kjo është arsyeja pse njerëzit me diabet janë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve të lëkurës, infeksioneve urinare, infeksioneve mykotike. Këshilla praktike. Mbajtja e higjienës personale të rrept. Kontrolli i rregullt i sheqerit në gjak. Trajtimi shpejt i çdo infeksioni për të parandaluar komplikime serioze. 6. Mpirja ose shtrëngimi në duar dhe këmbë. Neuropatia diabetike ndodh kur nivelet e larta të sheqerit dëmtojnë nervat periferik. Simptoma mund të fillojë me ndjesë shpimi gjilpërash, mpirje ose djegje, dhe mund të përparojë deri në humbjen e ndjeshmërisë. Kjo rrit rrezikun për plagë, infeksione dhe në rastet më të rënda, amputime. Këshilla praktike. Kontrolli i rregullt i ndjeshmërisë së duarve dhe këmbëve. Kujdes i shtuar me këpucët dhe thonjët. Ushtrimet e lehta për qarkullimin e gjakut dhe përmirësimin e ndjeshmërisë. 7. Plagë që shërohen ngadalë. Një shenjë tjetër e hershme e diabetit është plagë që nuk shërohen shpejt.
Nivelet e larta të glukozës pengojnë qarkullimin e gjakut dhe funksionin normal të qelizave imune, duke bërë që plagët të infektohen më lehtë dhe të shërohen ngadalë. Këshilla praktike. Kujdes i madh me çdo prerje, gërvishtje ose mavijosje. Përdorimi i antiseptikëve dhe mbajtja e plagës të mbuluar. Kontrolli i rregullt i sheqerit në gjak për të ndihmuar procesin e shërimit. Shënim. Plagët e ngadalta për të shëruar janë një paralajmërim i rëndësishëm që nuk duhet të injorohet. Diagnostikimi dhe parandalimi. Parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm i diabetit është kyç. Disa hapa të rëndësishëm janë: testimi i glukozës në gjak çdo 6-12 muaj për personat mbi 40 vjeç ose me faktor rreziku. Mbajtja e një regjimi ushqimor të shëndetshëm, me pak sheqer dhe yndyra të ngopura. Aktiviteti fizik i rregullt që ndihmon në përdorimin e glukozës nga qelizat. Kontrolli i presionit dhe kolesterolit, sepse diabeti shpesh shoqërohet me sëmundje kardiovaskulare. Vëzhgimi i simptomave të vogla si lodhje, urinimi shpesht, ndryshime në peshë dhe shikim. Diabeti është një nga sëmundjet kronike më të përhapura në botë dhe shpesh diagnostikohet shumë vonë. Njohja e shenjave të hershme dhe veprimet e duhura mund të bëjnë diferencën midis një jete normale dhe komplikimeve serioze si neuropatia, retinopatia ose problemet kardiovaskulare. Në këtë pjesë përfundimtare do të shqyrtojmë rastet reale, statistikat, si dhe udhëzime praktike për parandalim dhe menaxhim. Raste reale dhe statistika. Statistikat globale. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 422 milion njerëz në botë jetojnë me diabet, dhe shumica janë të tipit 2. Në shumicën e rasteve, diagnoza vonohet për vite, sepse njerëzit nuk e njohin lodhjen, urinimin e shpesht ose ndryshimet e vogla në peshë si shenja të hershme. Raste reale. Një studim në CHB zbuloi se 1 në 4 persona me diabet nuk e dinë që kanë sëmundjen, dhe shpesh e zbulojnë kur shfaqen komplikime serioze si infeksionet ose humbja e ndjeshmërisë në këmbë. Në Shqipëri, statistikat tregojnë se numri i të diagnostikuarve me diabet ka pësuar rritje të ndjeshme gjatë 10 viteve të fundit, duke u bërë një problem shëndetësor publik. Këto të dhëna tregojnë qartë nevojën për diagnostikim të hershëm dhe monitorim të rregullt. Ushqimet që ndihmojnë në parandalimin dhe menaxhimin e diabetit. Dieta ka një rol vendimtar në kontrollin e sheqerit në gjak. Disa ushqime janë veçanërisht të dobishme. Perimet me fibra të larta si spinaçi, brokoli dhe lakra ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit. Ushqime me indeks glicemik të ulët të tilla si dritherat integrale, fasule dhe bizelet, që nuk shkaktojnë rritje të menjëhershme të glukozës në gjak. Frutat e pasura me antioksidant, mjedra, boronica, limoni, ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ. Proteinat e pastra, peshk, pule, vezë, ndihmojnë në ndërtimin e muskujve dhe stabilizimin e energjisë. Yndyrnat e shëndetshme, avokado, ara, farat e lirit, ndihmojnë në mbajtjen e sheqerit në gjak nën kontroll dhe përmirësojnë shëndetin kardiovaskular. Këshilla praktike. Evitoni ushqimet e përpunuara, pijet me sheqer dhe yndyrnat e ngopura, të cilat rrisin sheqerin dhe rezistencën ndaj insulinës. Zakone të shëndetshme për menaxhimin e diabetit. Aktivitet fizik i rregullt. Ecje 30 minuta çdo ditë ose aktivitete si noti, ciklizmi dhe yoga ndihmojnë trupin të përdor glukozën në mënyrë më efikase. Ushtrime të forcës dhe fleksibilitetit ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit dhe reduktimin e peshës së tepërt. Kontrolli i sheqerit në gjak. Matja e sheqerit në gjak në shtëpi ose në laborator të paktën një herë në vit për personat mbi 40 vjeç ose me faktor rreziku. Ruajtja e një regjistri të matjeve mund të ndihmojë mjekun në përcaktimin e trajtimit më të mirë. Menaxhimi i stresit dhe gjumi i mirë. Stresi dhe mungesa e gjumit rrisin sheqerin në gjak dhe rezistencën ndaj insulinës. Praktikimi i meditimit, frymëmarrjes së thellë dhe gjumi 7-8 orë çdo natë ndihmon në mbajtjen e diabetit nën kontroll. Kontrollet mjekësore të rregullta. Kontrolli i syve, këmbëve dhe lëkurës për të parandaluar komplikimet. Monitorimi i presionit të gjakut dhe kolesterolit, sepse diabeti rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Parandalimi i diabetit, një qasje gjithëpërfshirëse. Ndërsa disa faktorë janë të pakontrollueshëm, gjenetika, mosha, shumë faktorë janë të kontrollueshëm. Ushqyerja e shëndetshme. Aktiviteti fizik i rregullt. Mbajtja e peshës nën kontroll. Menaxhimi i stresit dhe gjumi. Kontrollet mjekësore periodike. Kombinimi i këtyre zakoneve mund të reduktojnë ndjeshëm rrezikun e diabetit dhe komplikimeve të tij. Përfundim.
Diabeti shpesh sillet në heshtje, por trupi I dërgon sinjale që nuk duhet I injoroni. Lodhje, etje e tepruar, urinimi I shpesht, ndryshime të papritura në peshë, shikimi turbullt, infeksione të shpeshta, mpirje në duar dhe këmbë, dhe plagë që shërohen ngadalë. Njohja dhe veprimi I hershëm mund të shpëtojnë nga komplikimet serioze. Mesazhi kryesor. Vëmendja ndaj trupit tuaj, ushqyerja e shëndetshme, aktiviteti fizik dhe kontrollet mjekësore të rregullta janë çelësat për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Edhe nëse jeni të predispozuar ndaj diabetit.